Në kuadër të 27 tetorit, ditës botërore të trashëgimisë audiovizive, nxënësit e drejtimit TIK në Shkollën Profesionale Teknike Korç zhvilluan një aktivitet që ka sjellë në vëmendje historikun dhe zhvillimin e fotografisë, filmit dhe radio-televizionit. Gjatë aktivitetit morën pjesë profesionistë të këtyre fushave, të cilët ndanë me të rinjt përvojat e tyre, sfidat e profesionit si dhe mesazhe motivuese për të ndjekur rrugën e pasionit dhe krijimtarisë. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte të njohë të rinjt me trashëgiminë e pasur audiovizive dhe të frymëzojë brezat e rinj për të bërë profesionistë në këto fusha që mbartin historinë, kujtesën dhe artin e komunikimit. Data 27 tetor është dita ndërkombëtare e trashëgimisë audiovizive. Shkolla Profesionale Teknike Korç organizoi këtë aktivitet kryesisht me nxënësit e drejtimit TIK të viteve të para. Ne kishim kënaqësinë që në këtë aktivitet të ftonim profesionistë të fushës. Qëllimi i këtij aktiviteti është që të rinjt të njihen me profesione siç janë montazhi, fotografia, filmimet dhe programet televizive. Të njihen me vështirësitë që kanë patur profesionistët në vitet e kaluara, me rëndësinë e saj në ruajtjen e identitetit ton kombëtar dhe në trashëgimin e tyre në vitet në vazhdim. Në këtë aktivitet u vlerësua bashkëpunimi i vazhdueshëm mes RTS Korçës dhe Shkollës Profesionale Teknike në ofrimin e praktikave profesionale për nxënësit dhe në ndihmën që ky institucion jep për formimin e tyre. U theksua gjithashtu roli i rëndësishëm i RTS Korçës në ruajtjen e trashëgimisë audiovizive përmes arkivit të pasur të radios dhe televizionit, si dhe ndikimi i tij në edukimin e brezave të rinj.